Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të Drejt për Drejt. Si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe Drejt për Drejt në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24 dhe njëkohësisht për gjithë teleshikuesit e rregullt të emisionit tonë dhe nuk kanë mundësi të na ndjekin nëpërmjet ekranit, jemi live edhe në radio News 24. Ditën e sotme në studio më kanë mbritur dy të moshuar, sa fisnik aq edhe dramatike ka qenë jeta e tyre. Do të flasim për çiftin Lala nga Kurbini. Ato kanë humbur një djalin e vetëm të 3 fëmijëve, por 2 vajzat e çiftit të martuara janë gjithmonë pranë prindërve. Ato prej më shumë se 5 vitesh jetojnë tashmë në garazh, kushtet janë shumë të vështira. Do t'i përcjellim vetëm pas pak mënyrën dhe jetesën e 2 të moshuarve, 85 dhe 81 vjeç. Fillimisht ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktoria e emisionit Me Zemër të Hapur dhe kur të rikthehemi, përveç dramës së jetës së 2 të moshuarve, ju do shikoni edhe 2 njerëz fisnik për cilët të gjithë ne kemi nevojë për fisnikërinë e tyre, për mençurinë e tyre, për pamjen e tyre, për traditat e tyre dhe për gjithçka tjetër. Të paktën meritojnë që ditët e fundit të jetës së tyre të jetojnë ashtu si të gjithë të tjerët. Pse ka ndodhur kjo gjë? Ju njeh materiali përgatitur nga kryeredaktoria e këtij emisioni. Historia e trishtë e një çifti të moshuarish që jetojnë në një garazh në fshatin Shullaz të Kurbinit është nga më të dhimbshmet. Çifti Lala janë prindër të 3 fëmijëve dhe sot aktualisht ka në jetë vetëm 2 vajza, pasi djali i tyre ndroi jetë shumë i ri, vetëm 3 vite më parë. Burrë e grua jetojnë në kushte ekstreme të vështira ekonomike, por edhe sociale. Pasi vendi ku janë strehuar është vetëm një garazh, kushtet e vështira dhe mosha e tyre mbi 80 vjeç e bën jetesën e tyre shumë të vështirë. Ata kanë kërkuar ndihmën e emisionit Me Zemër të Hapur, për të kërkuar ndihmë ndaj shqiptarëve dhe për të rrëfyer jetën e vështirë dhe të varfër në skamje që të dy ata burrë dhe grua bëjnë. Sot Pashk Lala dhe Eliza Lala kanë mbritur në studio. Ndiqni rrëfimin e tyre. Dhe këtë çift të mrekullueshëm, siç e përmend edhe në fund të kronikës kryeredaktoria e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmata, i kemi të ftuar në studio zotin Pashk dhe zonjën Liza Lala. Përshëndetje, mirë se erdhët në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Zoti Pashk, ti je 85 vjeç. Apo jo, ndërsa zonja juaj, zonja Liza, nuk e kemi mikrofonuar, nuk i kemi vënë mikrofonin, për shkak edhe të shëndetit të saj, është e pamundur për të folur dhe për të komunikuar me ne, por ajo përpara se të hynim në transmetim ka folur shumë gjatë. Si ja bëni që keni një dashuri kaq të madhe me njëri tjetrin? Ajo nuk rri as një sekond pa ty, as në studio madje. Ja. Kjo nuk rri pa mu se tënë jetën edhe më punë. Unë kam punu në kooperativ qish se jam bërë 13 vjeqe e naltë. Kur vje puna vazhdimisht bashkë, si familje ma. Mirë po, çdo familje ka tradit. Ne kena tradit gjithë here, sigur no? Po? Me zbatu rregulloren familjare, rregullin familjare. Prandaj ne duhet marrim shembull nga juve. Zonja Liza ka mbritur me edhe veshjen karakteristike. Kështu e ka mbajtur veshin e saj gjithmonë? Kështu ka mbajtur gjithmonë. E di çfarë më the para se ty në transmetim, se unë jam shumë transparente me publikun. Sepse ato që përjetoj vetë, dua që ti përjetoj edhe publiku. Sa vjeç do jetosh ti? Unë? Po. Unë kam hy për 85 vjeqe mu. Edhe sa të tjera do jetosh? Do të bëhem 300. 300 do bësh? 300 vjeq nuk e dërzoj stafetën asnjëherë jo. Vetëm 300 se më ka thënë Allahu, se më ka prut fort dhe të shtin. Jam i fort. Shiko, kush është sekreti yt? Sepse të ftuarit nuk të dhanë më shumë se mosha 60 vjeç. Në qoftë se i shpkut e punës, puna të mban gjallë. Puna të mban gjallë. Puna të mban gjallë me shnet, të mban gjallë me autoritet njerëzor, se në qoftë se nuk punot do të bëhesh rrugash. Unë rrugash nuk kam qenë kur. Po pa tjetër, sepse je një zotri fisnik.
Shiko, zoti Pashk, përballë teje kemi një zonjë po kaq vjeç sa edhe ju, edhe ajo nuk e tregon moshën e saj. Gjithmonë kur bëhet fjalë për moshën e tretë, të gjithë teleshikuesit e dinë se ka mund të ftuar në studio. Por do ta prezantoj vetëm pas pak. Ajo thot, kush është sekreti? Me çfarë sapuni lajeni ju? Kush është kremi që ti përdor? Në realitet Nuk e asnjë rrudh. Në realitet asnjë lloj kremi nuk kena përdor asun, as gryja ime, në tonë jetën. Mirë po fati, shneti, pastërtia njerëzore, edhe Unë mendoj që pastërtia duhet filloj nga brenda. Po patjetër, nga shpirti. Pastërtia njerëzore. Atëre, përballë jush, kam zonjën Mira Pirdeni, aktiviste moshimi. Përshëndetje zonjë, mirë se më rikthesh në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Nuk di si të falenderoj, për arsye se unë kisha marrë një vendim ekstrem, përfundimtar, që në asnjë media nuk do shkoj për të përsëritur të njëjtat gjëra që nuk kanë fund të rritë, vetëm konstatojmë, por asnjëherë nuk flasim për zgjidhjet. Por unë sot falenderoj nga zemra që kam takuar këtë çift të jashtëzakonshëm dhe në ato pamje që pash, se unë jam dibrane me origjinë, dhe kur pash të nxjerrjet e këtyre ashullamës, më kujtua se sa kam vuajtur unë për t'i larë ato në kohët e verë dhe t'i kisha po ashtu se ashtu i kishte edhe nëna ime. Dhe në ato kushtet vështira, atë pastërti që tha ai, se edhe pastërtia vjen nga brenda. Nëse ti nuk e ndjen, bëj çat dush, nëse ti do të shohësh rrugachërinë, atje e ke syrin, nuk e shef dot të bukur, e bukura vjen nga brenda. Dhe ato që nga një çift fantastik, që po japin modelin një shoqërie të tërë se çfarë është familja, si e mbështesin njëri tjetrin dhe në kushte ekstreme, një turp kombëtar, një burr që ka punuar 13 vjeç. Kush ja merr këtë djersën? Dhe ku është pushteti lokal? Ku është pushteti lokal, lutem shumë, se dje pash një shfaqje të mira njerëzve në pushtet lokal, dhe unë jam Tiranë, dhe gjithë ata njerëz nuk i kanë parë kur të investojnë qoftë një fije peri në komunitetin tim ku jetoj për 51 vjetësh. Përveç se kanë shkatruar ato që ne i kishim, na pikonin nga sistemi i kaluar, ne na zhdukën dhe ato të atij sistemi. 13 vjeç ka punuar zotëria. Për të balancuar pak edhe moshën në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, në krahun tënd është Gjeni Londo, po aq e bukur edhe ajo, por e ka nga mosha dhe nga eksperienca, një zonjë e vërtet, avokatja jon. Përshëndetje Gjen, mirë se erdhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Teksa po flisja me zonjën Mira, pash shkëlqimin në sytë e saj, pikërisht është gati për të luftuar, gati për të lotuar, gati si gjithmonë paktën për 20 e sa vitesh që unë e njoh zonjën Mira, po shikoj shkëlqim edhe te sytë tu, sepse lotët e Mirës na përcillen edhe ne. Dhe unë edhe ti po bëjmë balancën e këtij moshimi sot në studio. Atëherë, Gjen, si po e përjeton ti ditën e sotme, ndryshe besoj ky emision? Gjithë emisionet që kemi bërë në fakt im pas skuadër, dhunën, frikrat, përndjekje, ndërsa këtu përshkojnë modeli i cili është modeli një dashurie, të cilën ne kemi nevojë shumë ta ndjekim, sidomos brezim, që të ruajmë familjen mbi të gjitha. Gjithsesi, ne e çdramatizuam pak rastin tuaj, por unë e kuptoj që jeta juaj është një dramë e vërtet. Dhe do ta nisim bashkë, zoti Pashk, më thej që 11 veta të internuar në familjen tënde, po aq të internuar edhe familja e zonjës, baballarët tuaj kanë qenë shumë miq dhe ju e vazhduat këtë miqësi duke krijuar familjet tuaja. Si është të jetosh në ato pamje që ne nëpërmjet një kolegu ton, një miku shumë të nderuar dhe tuajn, i cili ju ka sjell vetë personalisht ditën e sotme në këtë studio, zotin Ahmet, na ka përcjell edhe këto pamje të trishta. Prej sa vitesh jetoni në garazh? Prej sa vitesh? Se ka ra tërmeti. Pra, nga 26 nëntori i 2019. Qishtë nëntor, shte unë në garazhin e kam pas bo për mashin, me men atëhere me fut makinë. Të shtena i kam fut i murë, të i kam vu derën, e kam vetëm atyri. E kuptoj. Mramet shtrej di shekun e bëjmë, kroha e shtrej atena, se nuk mund fletje. Kurse ditën e marre, pastri veni këtu e qetje, vetëm. Veti? Vetëm. Zonja Liza nuk është në gjendje, apo jo? Nuk është në gjendje, shnetësë. Pra, ju i shërbeni asaj? Ne i shërbemi asaj, po si. Po, ndërkohë që ju jeni prindër të 3 fëmijëve, mua më vjen keq që para pak kohësh djali juaj i vetëm ka ndruar jetë.
ngushëllimet ju jap. Ju falënderoj. Më vjen keq, sepse unë e di traditat e zonës tuaj, por keni edhe 2 vajza, edhe ato me hallet dhe shqetësimet e tyre, kanë krijuar familjet e tyre, njëra jeton në Fushkuqe, tjetra jeton në Fushkuqe të Kurbinit, tjetra jeton në Greqi. Si është të mos jetoni më me djalin? Sa dhimbje ka lënë ikja e djalit tek ju, se zonja që prej atij momenti ka probleme të mëdha? Kjo me vdekjen e djalit, kjo ka Sa vite ka djali që ka ndruar jetë? mbush 3 vjet në qershor. 3 vite mbush në qershor, po. Mbush në qershor. Kurse kjo ka marru, ka humbë kujtesën, nuk ashtu. Kurse çdo lloj shërbimi vin, vajzat, ajo për i Greqi e rri muja, 2 muja në hik, kjo është familja, tjetra vje për Zotën, vje ka i herë një javë, 2 herë një javë, si mas të rezis, për s'ka që më ba. S'ka që më ba. Djali ka qenë në moshën 55 vjeçë kur ndroi. 55 vjeç. Ai besoj kishte një familje të tij, apo jo? Por no? Ka familje djali, ka lënë pas Ka një fëmijë. djalë dhe një vajzë. Një djalë dhe një vajzë. Si është marrëdhënia me djalin dhe me vajzën? Me nipin dhe me mbesën pas vdekjes së babait të tyre. Kanë ardhë për ngushëllimin e tjatit, kanë ardhë edhe kështu, fëllë në telefon me ta. Mirë po, njëri është në shkollë, tjetëri në punë, puna gjithë herët e dërë njatë edhe nuk kanë pas mundësi që me ardhë shpesh, po kanë ardhë. Kanë ardhë si gjysh, kanë ardhë, më kanë respektu, i falënderej shumë, edhe jam i gëzu shpirtnisht për fëmijët e djalit tim. Po. Gati 68-67 vite bashkë, Po. gati 70 vite bashkë me njëri Qish në tjetrin. 64-ën. Që në vitin 1964. Qish me datën 24 korrik 1964. Sa vjeç ishe ti? Kur je martu, sa vjeç ishe? 22. Dhe zonja 19. 19. 22 vjeç je martu dhe do gruntate. E kupton ti çfarë çifti jashtëzakonshëm je ju? Na kena pasi huq, nuk kena qenë hileshara si herë jo. Ju jeni model, mo. Ju jeni Nuk model kena i qenë bukurisë hileshare. shqiptare. Me ne të hecë rrugash, jo. Ke shtëpia, ke puna, ke jetesa. Ndalojmë pak tek baballarët tuaj, një miqësi shumë e madhe, sepse edhe zonja Liza dhe familja e zonjës Liza vjen nga ish të përndjekurit politik të kohës, por edhe ju keni 11 veta të internuar, apo jo? Të pushkatuar 11. Se të burgoset internu, kam 28 vetë që kanë bo burgë internim. Edhe kjo ka bo 5 vjetë internim, përse ligji është bo e ligjin nuk e zbato kush me a njoftë. Edhe ajo vetë? Edhe jo, kjo ka bo 5 vjetë. Në çfarë moshë është internuar zonja? Po, me t'jamën ka qenë moshë të mërdhoke. Me t'jamën e amën një internim të vleznit, një internimi babën pushkatu, ajën pushkatu, edhe kjo se jena melli një i brumina. Dhe ju jeni martuar mes njëri tjetrit, dha mbesën prindrit tuaj, baballarët tuaj, po? Misi e vjetër, misi kalu edhe misis, baballarët tonë, gjyshnat tonë, edhe kanë bisedu baballarët dhe gjyshnat dhe më kanë fiju ata. Kanë fejuar ata, por ka lindur dashuria, besoj, në gjithë të vite, se dashuria ju mban. Ajo nuk qëndron larg teje, ja dham opsionin zonjës Liza, qëndronte edhe në studio, me kolegun tonë zotin Ahmet, por ajo nuk rrinte dot pa ty, por dhe ti pa atë nuk jeton dot, dhe nuk rrit dot asnjë moment. Si është një ditë juaja në ato kushte që ne shikojmë? Si është një ditë juaja në ato kushte që shikojmë, në garazh? Çojeni në mëngjes, çfarë bëni? Qa të bësh? Në jo. Kur s'ka shtetë si me zbatu ligjet e veta, ligjet njërzore, ligjet shoqënore, unë nuk kam kërku gjë tjetër, kanë ardhur ke shtëpia, komisioni i verifikimit, nuk kam ndodhur shtëpi, kanë shku i herë, kanë thënë s'ka damtim hiq. U kam thënë kanë shku prap s'ka damtim hiq. Të tretën herë, mi fjallë si Masatini, s'ka damtim hiq, shpi ishte inxinjeri gjithë, sepse
tu në njoftë ne se çfarë familje, çfarë rrethonash kishim prap, i doshim me në sulmu me levën e shtetit. Pra ti thua edhe para 90-s ju kanë sulmuar? Por edhe pas 90-s ju kanë... Pas 90-s, jo, pas 90-s jam i tërpnu. Atëherë më kanë pushkatu, po toka i kalpësit pushkatu, mitësit vdekmit. Po nuk më kanë shmjerzu. Demokracia më ka shmjerzu, se më ka dhënë të drejtë, je lirë, je drejtë në fjallës, drejtë në shpresës. Jam më i denu sët gjallë. Tu jam i shmjerzuun. Se premtimi është demokracia për mbi levat e shtresës tonë ka arë se ishte mush kampi me internime, me burgosje, me shtresën tonë. Edhe falënëri Zotin, falënëri Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ato janë djepi i lirisë, djepi i demokracisë, djepi i fjalës lirë për të në botën. Mirë, Zoti Pashk, le të ndalojmë pak tek ajo që bën ti çdo ditë në përkujdesje për nën Lizën, se kushtet që shohim janë shumë të vështira. Dhe unë nuk e di se si mund të jetohet në moshën tuaj në ato kushte, sepse edhe një i ri nuk mund t'ia dalin do të mba në ato kushte që shikojmë. Ti ngrihesh në mëngjes, në çfarë ore ngrihesh në mëngjes? Unë nuk flenë të natën, jo mëngjes, po të natën nuk flenë, se i herë shneti i kësaj është i dëpë. Edhe do të qohem se do të bëj shërbimet, mas të ne janë streset, se nuk e lojnë një gjumë madhë nuk kam qenë asiherë, jo, po të shteja vetë mosha si kur ketë smunin afer nuk bëhet gjumë. Shiko, ti shërben asaj duke e veshur, duke e larë, duke e shplarë, duke e ushqyer, pra të gjithë këtë lloj aktiviteti e bëni ju, Zoti Pashk, ndaj bashortes? Jo, unë kam ujtë atë mrenë dhe e komandoj se që do bëhet e ku do shkohet, se vetë me hecë në kom vetë a hecë. Po, për të ecur në kënd të veta, po, por ju e shoqëroni, gjithmonë e shoqëroni. Unë e shoqëroj edhe e këshilloj si mas sikur i takoj njerëzimi. Pa tjetër, do doja pak për këtë veshjen karakteristike, sepse me nën Lizën të gjithë ne bëm nga një foto kujtimi. Nën Liza gjithmonë të zezë ka mbajtur këtë veshjen karakteristike në kokë? Të zezë. Të zezë, gjithë kohës? Të zezë, edhe kur ka ardhë si ishtë nuse, shumë shpejt ka vu shamin e zezë, sepse ka pas fatkeqësina familjare. Pra, në qoftë se e vë një herë në zonën tuaj këtë veshjen karakteristike në kokë, duhet ta mbash gjatë gjithë kohës? Gjithë kohës. Pra, në qoftë se ndodh vdekja e parë. Ja, këtë lloj trodite me shamin zezë në kokë e kena trodit në edhe si zonë vazhdimisht. Jo me, si thonë, me picpillëshje të kuqe e gjona kështu në. Jo. Shamin e zezë. Nuset, sot. Punë tëne me sot tënë. Të rejat e sotme, nuset e sotme, e vendosin atë gjë në kokë? Nuk e bëjnë të mirë njeriu lule, të mirë e banë mendja. Menja. Bravo. Të mirë e banë edukata. Të mirë e banë sjellja njerëzore në familje, në shoqëri, në punë, ku do që tjetë. Sa fjalë të mençura. Po kur si e familje s'mund t'jesh as për tjerët. Një njeri që s'do shpinë e vetë do dojë tjerët. Mere vish një kërcun që atë po kërcungel. Po, e vërtet. Zoti Pashk, të bëj një pyetje, këto vajzat e reja të sotme, kur vinë nuse, e vendosin më? Jo. Nuk e vendosin, as me lule, as me... Nuk e vendosin, ja. Nuk vazhdon tradita tek ju? Ja, nuk vazhdo. Të vjen keq? Ja. Po. Nuk më vjen keq si jeta hes për para, gjithë herë jeta nuk hes mrapa. Për shembull, unë nuk përtrihem më. Po. Të rit janë të vazhdojnë të renë. E reja duhet. E reja duhet. E reja duhet. Se i vjetrit t'i ka ralla me shku atje, i thona në i shprehje ke dajat. Gjdo njëri ka dajat atje. Po. Mirë po, i riu duhet të heci. Qartë. Duhet punoj, duhet shoqënoj, duhet lullzoj, jeta hec gjithherë për para nuk shkon mrapa. Me këto fjalë të mençura. Edhe gëzohem, sepse të rit hecin para. Po jo,
Disa norma duhen maj, Me mas. disa norma duhet të respektoj riu, të respektoj familjen, Qartë. të respektoj prinin, se i kanë pas të njoj, dash me jetu një virsh, dash me jetu për mi dhe nëron prinin ku ke li. Me këto fjalë të mençura e mbyllim të pjesë të parë, të marrim pak veten, të shplodhet edhe nëna, sepse nuk mund të qëndroj shumë ulur gjatë. Ndjekim publicitetin e parë dhe rikthehemi një herë në studio. Si na manitët ju sot në Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit dhe gjatë kësaj hapësire publicitare ka pas edhe shkëmbime, bisedash, por edhe batutash midis zonjës Mira dhe çiftit Lala. Zonja Mira të pyeti gjatë hapësirës publicitare, t'ja themi pak edhe teleshikuesit ton. Sa e bukur ka qenë zonja Liza në rininë e saj? Çfarë ke pëlqyer ti më së shumti tek Liza? Jo, bukuria është si pari Zotit, por bukuria në këtë jetë është disiplina njerëzore, respektimi i familjes, respektimi i miqësisë dhe i punës me jetu. Ama je pak stirë. Si mos të shkësh rrugash se shef një atje, rrugash atje dhe të rrugashit. Familja është e shenjtë. Për cilin do njerin mrena globit, çdo familja është e shenjtë, për ata si e njeh. Ata si se njeh, s'ka që i bambish. Zoti i shala i baven. Përse e ke dash ti më së shumti Lizën? Për çfarë e ke dashur? Zbesoj për bukurinë, as për premtimin që gjyshrit dhe baballarët tuaj i kanë dhënë njëri tjetrit për të vazhduar familjen Lala ju së bashku me Lizën. Më thuaj ti, kush ka qenë një tipar që ti e ke dashur shumë, një karakteristikë e saj? Karakteristika e saj i herë është tradita jonë. Tradita, për te traditës. Tradita jonë me respektu familjen. Për te i kësaj, çfarë i ke dash më së shumti ti Lizës? Se pak është ajo. I kam dash disiplinën njerëzore. Bravo. Bravo. Ajo që më është duk mu për familjen time, për bashkëshortën time, disiplinën njerëzore. Respektin. Dhe vdesim me disiplinën që kena pas edhe sot. Po ajo çfarë ka dashur më së shumti tek ty? Ta ka thënë ndonjëherë? Jo, më ka, si dhe qoftë ka qëllu gjaku i barabartë dhe kena ra kontakt një llojit, respekti, karakteri familjar. A ja keni përcjell fëmijëve tuaj këtë disiplinë që keni pasur, këtë dashuri, këtë harmoni, këtë përkujdesje ndaj njëri tjetrit? Ja keni përcjell edhe fëmijëve? Shumë. Sot djalin e kam dy vajzat, me traditë njerëzore, kam dy miq, ka njëna ka vihrin edhe vihrën, s'ka njerëz më të mirë kun. Edhe ma duhen vajzën ti me shumë. Po pse e duhen? E duhen se çdo njeri don vetveten. Po djali, përpara se të ndronte jetë, ka pasur familjen e tij, siç tham, atë kishte ngjarë ndo pak ty zoti Pashk me këto karakteristika e një burri fisnik që ti je? Kur ishte djali, i thoshin, shefshin ata, i bzati dikush me emnin tim. Pra, djalin e kanë thirrur gjithmonë Pashk. Pashk. Aq shumë të ngjante, kaq fisnik si ty ka qenë. Shumë. Mirë, unë dua të dëgjoj pak mendimin e zonjës Mira që gjithmonë po ju mbështet, më vjen keq që vetëm nëpërmjet kufjes unë të dëgjoj. Jam e manitur se atë që tha ajo, nuk është se ti e bukur, se ti ke veshur luks, e se ti për në shetmen me ca gjona, me vilat e me abazhuret. Nëse ti nuk ke një kontakt, si që kanë këto dy që kanë një shembull, modeli çdo gjë. Unë jam e manitur sot. Në ka marrë mallit takojmë njerëz të tillë sepse televizionet tuaja nxjerrin fare ca patronazhista dhe kujtoni se jeta në Shqipëri është patronazhizëm. Fakt jeta është kjo, dhe mos kujtoni se është vetëm Pashku. Unë i kam këto në pallatin tim. E kanë gjyshën shumë të smurt, djali 18 vjeç thotë unë do flej me nënën thotë. Sepse kur shkon ajo në banjo, unë duhet ta shoqëroj. Dhe motrës nuk i del gjumi, mu më del thotë. Po djali shkëlqyeshëm. Po i përcjellim ne këto tradita tek fëmijët dhe te niprit tanë? Po s'ka, modeli familjes është, po ti shifi, ato që janë prindët patronazhistë i bëhen dhe fëmijët patronazhistë. Kurse këtyre ju bëhen, shiko, edhe marrëdhëniet kryshqit arrin të këtij niveli.
Dhe në këtë niveli kam, mos kujtoni, kam dhe rrethin tim familjar, sigurisht ka përjashtime, po atë model kanë marrë dhe niprit. Se unë kam niprit e mi, jam Sa fëmijë bukur me ti masa. thrasësh fëmijës me emrin e babait apo të nënës? Por nuk qëllon, por kur qëllon në që duhet i kanë gjarë shumë këti. Po se dhe mua më thonë, ua, si njët, nuk thonë për mua për shumë, thonë si njët gjyshit, si njët për bashkëshortin, sa shumë njët, sepse lëvi, nga që është afruar më tepër ai me mënyrën e tij të rregullit të studimit, ato janë pa, nuk ja kërkon njeri se sot është pak si demodet dash gjithë vjeta. Kush ja kërkon nipit tim vjetat? Në një universitet të vështirë të Padovës, që është universiteti më i mirë i ligjeve në Padova. Kush ti do vjetë aty? Sa i ka një mundësi ekonomike dhe nga ama, të më në ka italian, dhe gjitha, pa i e bërë, sepse ka të kulturën e gjyshit vetë. Unë për shumë s'kam qenë zënë se mirë. A i ka qënë. Që doli ato shkëllqime, për qa ju duhen, i themun? Se shisua morën të përpara shkëllqimet, e s'pytën, se duhen sa patronazhist, aty nuk duhen më shkëllqime. Sepse jemi në këtë situatë, pse është ai në këtë situatë? Se kur ti ndërton struktura, struktura pa individi nuk është më strukturë. Kur individi në strukturë është me dimensionet e dura për atë vënë punë, ai bën zgjidhje. Sa lek ju duhen këtyre për të ndërtuar shtëpinë? Sa lek ju i ka dalë preventivi shtëpisë tuaj? Sa lek ju duhen për ta rindërtuar edhe një herë shtëpinë tuaj, për ta riparuar? Sa lek ju duhen? Sa shpenzime? Sa shpenzime për ta ngritur shtëpinë siç ishte? Unë për zoten, pranej janë mënu me ma hedha të mu, se unë nuk jam as inxhinier, as usta, as teknik në ndërtimi. Dhe ato në po atë gjenjen teme para 19 se shfar familje kam tjone, shfar familje jam, janë mënu me ma hedhë gjithhere. Edhe unë jam këtë, dhe kështu e kanë lanë. Që kam shku në bashki. Sa ta kam dhënë fondin? Fondin sa ta kanë dhënë? Pavarësisht se ty nuk të kanë dhënë fond fare? Nuk kam dhënë 5 milion, si me qenë t'ja dhënë një i bali. 5 milion lek të vjetra? U kam shku, ja që ku kam kërkesën. Bali është qeni, ja? Që ku kam kërkesën. Po, sa lek të duen ty për shpinë? Sa e ke llogarit ti? Po zdirë nuk di me vlerësu, se kam Po bolë ishu një mesatare. Se kam bolë gërin për shpi e ndjemu. 20 milion. Ajo shpi nuk riparohet, Bëhet nga fillimi. Dhe të bëhet nga fillimi. Po. Para shpis kam o borë, kam një 700 metra atë para shpis, vetëm kur të bëhet nuk jetohet në ta se. Ka ardhi drejtori urbanistikës, mas këtine komisioneve që ashtu, e ka po, hëtha. Këtu tha pas ka plas baza kolona, baza shpis. Ashtu thonë ato ashtu thonë, merë një tjetër. Jo, ka plas komplet, dhe ato tjertë thoshin jo vetëm një katë. Katë i dytë, ashtë i pa i banushën. Pa luj themelet e të parit nuk preshit i dyti. Shikon, në moshën e këtyre të shikosh këto pamje, të jetosh në garazh, një garazh që ishte ndërtuar për të vendosur makinën. Po, vim në emision për t'i kërkuar shqiptarëve ndim. Po, patjetër. Ndërkohë që ne kemi një pushtet lokal, i cili duhet njofi varfërinë ekstreme, sepse ti, për çfarë shtet, ti nëse nuk njeh këtë, nuk ke një database, kë ke të varfër në qytetin tënd dhe nuk kë ke emergjenci. O, të shtu është varfërinë, ç'është kjo? Një pushtet lokal që deri gjithi atje na bën patronazhizmin dhe unë 51 vjet si kam parë kur që të vjen një shërbim të krijohet në komunitet. Po dhe 2 shërbime që kishim i zhdukën. Si ka mundësi? Kjo nuk është çështje shqiptarësh më. Se unë s'kam se ne paguajmë taksat, japim gjitha, që pse japim biznesmenët taksat e kështu, që të mbështetet këto. Ka fonde solidariteti. Pse e them këtë? Se nuk është se bashkia nuk ka ndar fonde për këto. Unë kam dëgjuar, nuk e kam parë me sytë e mi, Zana Guxholli ish kajësia e sigurimsja, se ajo këshilltarja ekonomike e Sal Berishës ka marrë nga Bashkia Tiranë se gjoja i ka rënë tërmeti 92 milion. Nuk e kam sigurt e kam thashë them, po ndoshta duhet ta verifikojmë, se këto njerëz na kanë bërë. Ato s'kan ndërtu shtëpiat e tyre, i kanë për faqet zezë, të ndarë të shkatruar. Nuk janë familje si këto ato. Ato janë modeli më i keq i shoqërisë. Ne, për rastin konkret, ti e ke në formë thashë themi dhe nuk e ke të sigurt, por kjo zonjë mund të përfituar nga fondet e një bashkie të madhe siç është Bashkia e Tiranës. Por ne po flasim për Kurbinin në këtë rast. Edhe shteti
Për disa qytete duhet ta bëj fondin ndryshe, sepse është diskutuar qeveriu nuk i merr fondet si duhet, siç i merr Jugu. Është diskutim që është i shkruar, nuk është se unë s'kam bërë studim për këtë gjë. Po dhe në këtë rast të gjithë bashkitë ndihmojnë, mbështesin njëri. Nëse Bashkia e Tiranës ka, ai thotë, shikoj, në këtë moment ma jep sepse ta jap më vonë. Bën një ka pazare elitare bota për të zhvilluar vendin me qëndrueshmëri. Jo sot për sot bëj pallati gjërat leta dhe nuk di esencën. Megjithatë, kur shikon këto pamje që jeton çifti në fjalë, çfarë problematika sjell në këtë lloj moshe, 85 dhe 81 vjeç? Se ju jeni në atë moshë. Se çfarë? Gjithë të rit, gjithë grup mosha nuk do duan të paguajnë sigurime shoqërore, sa ka punuar 13 vjeç zotëria dhe s'ka shtëpi sot. 13 vjeç ka punuar. Është bërë 85. Ku i ka shkuar djersa këtij njeriu? Modeli që i jep ti shoqërisë, që ti kur moshohesh ka ta ndisesh kështu. Çfarë është ky model? Pra ti thua që të rinë do refuzojnë Unë kam historinë e familjes. Të japin kontribute shoqërore, do refuzojnë të rinë. Jo, me s'është punë kontributi shoqëror. Shteti funksionoj siç është për funksionuar. Ka fonde solidariteti në bashki. Përveç kësaj ka dhe ke sigurimet shoqërore, është një ligj që jepet një gjë kesh njerëzve që janë në nevojë. Bëhen disa gjëra. Shiko, ti thua që po përbuzen, po neglizhohet kjo lloj moshe? Po sigurisht po neglizhohet. Shiko se sot po bëhet, unë sapo visit tush nga një aktivitet që bëjmë, neve po bëhet konventa të moshuarve, që do të jetë një konvent ligjore për të gjitha shtetet, por në mënyrë veçantë për shtetet si joni që janë neglizhent totalisht moshimin. Pse? Është i vetmi vend në botë që nuk ka as infrastrukturë institucionale, as nivel qendror, as nivel lokal. Unë do ta përgëzoj Rezarta Çavushin, gazetaren, e cila bëri studimin e Bashkisë Tiranës, që doli me 74 drejtori. 10 nga këto kishin edhe 10 tjera dhe nuk kishte asnjë drejtori për moshimin dhe prandaj ne nuk kemi shërbime në komunitet. Si mund t'i bëj ai vetëm? Ku është shërbimi social në përbashki? Si mund t'i bëj vetëm ai? Zotëria 85 vjeç një. E kupton ti se ç'i e kanë lënë? Strukturat sociale për hir të së vërtetës në Shqipëri nuk funksionojnë. Po pse nuk funksionojnë? Se ne dim vetëm të konstatojmë, por nuk pyesim pse nuk funksionojnë. Pse nuk ka strukturë? Pse lidhen gjithto nuk pa një përgjigje ndërsektoriale ti nuk mund ta zgjidhësh këtë problem. Prandaj them strukturat duhet të funksionojnë me njëra tjetrën. Këtu nuk funksionojnë, këto i shesin me njëri tjetrit. Edhe nuk zgjidhen problemet. Ore më thuj një problem që ne e zgjidhëm. Ore sa vite kemi që flasim bashkë? Mbi 2 dekada. Si ka mundësi atëre flasim në ajër? Po deri më sot kështu ka rezultuar dhe më vjen keq për këtë gjë. Si mund t'i bëj shërbim ai asaj? Shërbimi në shtëpi ku është? Gjithë botën ka shërbim shtëpi. Gjithë botën ka shërbime në komunitet. Pra një 85 vjeçar është kthyer në kujdestarin e bashortes 81 vjeç. Kur ai vetë ka nevojë për kujdestar. Ai është profesionale, nuk mundet. Unë di Nora Male. Nora kishte 2 fëmijë, 2 vjerin dhe vjerën me plagë të rënda nga 90 sa vjeç. Shkovi u trajnu se si ti mjekon të plagët atyre, se s'kishte shërbim. Do me thënë një deputete, një kryetare e komitetit gruas, një grua që ka bërë strategjim për gruan, e gjitha këto dhe nuk e zgjidhën dot më problemin. Ku kanë ngecur gjërat? Ne këtë duhet zgjidhim. Ku kanë ngecur gjërat? Ne nuk mund të flasim në ajër dhe të lavdrojmë se bëm këtë kull dhe bëm ato. Ato janë gjërat më të lehta. Puna është se ti nuk kur merr një duhet ti kesh të qëndrueshme gjërat jo për këta më, as për mua, se do unë 80 vjeçë. Po edhe ju për brezat që do vinë, do ndërtojmë një shoqëri për të rit. Si do të moshohet kjo shoqëri? Çfarë strukturash ka? Çfarë mentaliteti duhet të ndryshojmë? Sepse kur ti bën investime, investon më tepër tek mentaliteti që të mbetet i qëndrueshëm tek brezat që vjen. Si mund ta lesh një burr 85 vjeç pa shërbim, pa shtëpi po, pa shërbim po, pa fonde po, pa lek po, vikan gocat. E kupton ti çfarë familje? Po dhe vëzat kanë problemet e tyre. Unë e ndesh me veten time këtë problem. Unë kam punuar 35 vjet në Institutin e Shëndetit Publik, kam 34 vjet vullnetarizëm të papaguar, sepse nuk jam futur në patronazhizmin e filantropisë dhe pas kam bërë gjë më të mirë pa e ditur se çfarë dëmësh kanë sjellë në Shqipëri, jo më larg se sa dje kishte shkruar njëri si ka vepruar Usajdi këtu. I huaj ai që kishte shkruar. Ai qartë, qartë. Dhe unë e kisha ndjerë këtë gjë që një gjë nuk shkonte dhe ato nuk e duan zërin kritik, nuk e duan zërin e të vërtetës. Ato deshin patronazhist, të njëjtët surretër, i shef kudo, në postet publike, i shef në shoqatat, bëj dhe politika ide. Bo librin një njeri që s'ka ndryshuar një fjeper 30 vjet të rish. Unë shkoj në Ministrinë e Shëndetësisë, shoh 30 vjet të njëjtin person, po si s'ka ndryshuar një fëmijë, se për kënaqësinë tënde që se njeriu nga produkti gëzohet, nuk gëzohet, apo si thot ai? Nga marrëdhënia.
nga kontakti, si e kanë ndërtuar jetën e tyre, e kanë ndërtuar fëmijë me moral të lartë, me një mirëqenie në komunitet, një mirëqenie në familje, po ka njerëz më të lumtur se ata? Që ka kaluar për para 3 vitesh edhe një plak të madhe, si që është vdekja e djalit vetëm. Që vajzat i gjendet, komuniteti i gjendet me njëri tjetrin. Unë jam e manitur më sot, unë nuk di çfarë të them. Megjithatë, tërmeti që ka rënë në Shkodër thotë përpara viteve 90, diku nga vitet 79 të mos gaboj, nuk ma shëmbi shtëpinë, ama tërmeti 26 nëntori 2019 ma ka shëmbur totalisht shtëpinë ku unë nuk mund të jetoj dot dhe jetojnë në garazh. Por nuk e meritojnë kjo moshë që ditët e fundit të jetës së tyre, ata rrofshin aq sa thotë edhe zoti Pashk 300 vjet. Por çështja është që në këto momente kur ato kanë më shumë nevojë se kur, nuk mund të jetojnë dot në pamjet që ne shikojmë. Ai, do me thënë, ka një aktivitet të përdiqëm, në qoftë se do shkoj në për bashki, për të përkujdesur për shtëpinë e prishur nga tërmeti, apo për të kujdesur për Lizën, sepse duhet theksuar edhe kjo, që Lizën e merr kudo me vete. Edhe në studio, 1 metër më larg, ai nuk e linte dot që mos ta kapte kamera. Zotrim, sepse ajo jeton vetëm, po edhe ajo jeton vetëm me Pashkun, me asnjë tjetër. E kupton? Prandaj është shumë e dhimbshme historia e tyre. Po prandaj them, pra, kur shohim shoqërinë, ne nuk mund shohim vetëm 5 njerëz që s'kan ditur të mbajnë shtëpitë e tyre, duhet me mbajt shtetin. Ato janë për faqe ze, ato kanë fut korrupsionin. Ato nuk janë shembull më i mirë i vetes së tyre, po. Një familje që fut korrupsionin te fëmia i vet, çfarë pret nga? Këto janë modeli shoqëror. Dhe ne, bravo, këto duhet i bëjmë të njëjtur. Këto janë manitje. Mirë, zoti Pashk, ju besoj e merrni një pension pleqërie të dy. Po. A janë të mjaftueshme parat për të jetuar edhe në këto kushte që shikojmë? 74.000 lek i marr i lashe çdo muaj. Për veten tënde apo për Lizën? Për zonjën? këta. Për zonjën, po. Se për këta se unë jo s'kam bëj lashe kur. E po shumë mirë atëre, ja ky është sekreti. Në komuniteti ai i falas. 74.000 lekë. 74.000 lek, ja kam përshku mas nesër mi marë, se marohen ta. Po. Por, Keni dritat, keni ujin, keni shpenzime të ta në ushqime. sortimentet që si takon një familje. Por, du me thani diçka tjetër. Po, pa tjetër. Në të banes që janë përish në shpinë tonë, Po, jetojmë 3 vëllezën. po, Dhe gjithë pëllat, po i thomë, se është 3 familje, jo mo, ka shku në shtet për prishje. Ma ka thënë inxhinjeri vetë, ka shku... inxhinjeri ka firmosur për të shëmbur e gjitha. Kjo godin ka shku në shtet për prishje. Qartë. Njëj vlaja kanë bërë shumë mirë, kanë bërë, është ligu du. Ne dy tjerët nuk kanë vërë... Qiko, edhe përqarje. Edhe përqarje. Njërit ja kanë bërë, 2 të tjerët. Sa vjeç është ai që e ka marrë? Ka vdek, e vlaj tjetër ka vdek, ne vish ka fëmi. Edhe kështu si ma ka thënë inxhinjeri vetë. Po këto që njërit vlaja ka bërë dhe 2 të tjerëve jo, ju sjell pengesa me njëri tjetrin, keni xhelozi? As një lloj penges nuk kenë, as na ka pyet kush, as nuk pyet. Jo, flas, ju sjell një lloj xhelozie, revolte? Jo, as i shqyqyrë si ja kanë bënë ti. Paktën shpëtoi njëri, po 2 të tjerë si ja çfarë kanë bëjnë? bënë ti. Po, Po ç'a do bëhet? qartë. Çdo njeri jena familjar. Sa e vështirë është ta marrësh Lizën kudo me vete? Edhe kur shkon tek bashkia dhe kërkon Shumë e të vështirë. drejtën tënde. Kam shkuj ditë ke bashkia, më dul në polis para. E lash gruën time me një kushrent veten, Po? se e njofti atene, e lash atene, shko futa në bashki. S'mlal me hi, dul polici atë, s'mlal me hi mërën, se unë me raste mund të shkëj, se nuk më Po del pse? për më të kohë me shku. Pse? Se policia pra s'lojnë, qatë Po nuk i theti që sot kam grunë smur? I thash, qarulli këtu juë, po nuk ka burger, thash. Këtu është bashkia poplit, këtu vjetja halet popli, shko gjde gjë që ka popli. Nuk është bashkia burgu, thash ta. Si dhe qoftë mos mlanë, në s'me shku këtë ke bashkia, sepse bashkin e kam lu hajdut lëjku, me thënë drejt. Nëse i kam dëshu në tri si e përdorin në atë internetin, dalin në internet, e në ata vjedhjet si kanë bëhë, krejt. Po. E vërtet, dhe ke absolutisht ke të drejt. Kanë shembull. Po?
Megjithatë, dua të flas pak për nën Lizën, se nuk ka mundësi të flas me të. Ajo bisedon në fakt lirshëm, por çdo bisedë e çon tek djali që i ka humbur dhe që nga një moment besoj edhe ajo nuk është më e aftë të flasi për gjëra të tjera. Zemra vetë çon ke zemra. Po, zemra vetë çon ke zemra, mos flasim më asgjë tjetër. Tjetër edhe nuk rahatohet asnjë gjë tjetër. Vi zemra ka zemra, zemra shkume, zemra kocë janë këtu. Të falenderoj edhe për të gjitha, se ke një lloj rrezatimi shpirtëror, jo vetëm fisnik, por edhe ke këto kushtet vështira, por ke mundësin edhe të na argëtosh me bisedat e tua në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Atëherë, ndjekim hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Sepse tradita të mbron nga Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Unë do doja të kaloja pak fjalën tek avokatja jonë, tek zonja Gjeni Londo, edhe në lidhje me dëmshpërblimin si ishi përndjekur, në lidhje me këstet. Sa këste ke marrë ti? Unë kam marrë kistin e dytë, kam marrë të shti. I treti, jo i dyti. Kam marrë kistin e parë në 2015. Po? Nuk kam marrë kistin e ditë. Po. Kistin e treta kam marrë ka një 10 ditë. Pra, këstin e dytë jo, po të tretin po? Tretin po. Po e dyti ku është? Se pa marrë të dytin nuk mund marrë të tretin. Të dytin e di e drejtori i shpërndarjes pare, se kë unë nuk ka, sepse kam shku në muin prill, si pa dal lista për kistin e tret, shkova ke drejtoria instituti. Se drejtori Andrej Mrena nuk del, se Hajduti s'del me e pa kush, gjithere, del rritinës, si me në më falni për shprehen, si derim greshtë, se nuk ka ftyrë me del në popullaj. Kam shkuat edhe nuk e gjoj dile jetë cucate. Tash, ka dalem një listë tash për kistin e të tash, që do bëjmë? Me bon letra, thane me përnu, shkëja që e pa kompjutrin, të i tha paske në kistin e ditë pa marë, në prill si ka lej. Po, thash, nuk e kam marë, thash, s'ma kishin përnu, se unë i kish marë. Po? Thash, nuk e kam marë, thash, hika unë bona letrat e qova, tha, kur marrësh kistin e të Trej do marrësh edhe dytin. Do të marrësh edhe dytin. Duli emni me marrë kistin e tret, ku e dyti kishte shku, që kanë bo? Se lidhen me bankat ta. Unë në shtetit, as njeriu bërsh nuk i kam qenë kur. Kam pas marrë 1 milion lek me kredi në bank, po kam pas shku ke përmarimin Tiranë, ashtë afër stacionit trenit, e ja kam shu përmarimit paret në dorë. E ne pa dha në letrat taj. Mirë, po mosha pa vetën, u bo që unë kam qenë ligudu me ta. Të shte e kanë fut këtë kistin e ditë përmarimi. Gjë se ti ka marrë përmarimi. O, i ka marrë Hajduti, jo përmarimi, se si kam pas bësh. Shkëm ke përmarimi. Për sa lek bëhet fjalë? Për sa lek bëhet fjalë? Për sa para bëhet fjalë? 1.200.000. 1.200.000. Po mirë, po si pas kanë dalë ato 1.200.000 fiks. Po pra. I pas ka shpas. Ndërkohë që ti i ke... drejtori i personit. E mban mend drejtorin. Po për zotës që di emni se s'ka dalë si herë me pa kush vishjes një cuc, sa aja të përgadit plonet Ti për çështjen e kredis, parati e ke quar ke zyra përmbarimore, ndërsa tani ata thonë që ta ka marrë zyra përmbarimore, ta ka marrë zyra përmbarimit. E qartë. Janë lidh me bankat, e qartë. E ka marrë përmarimit. Unë zyrës përmarimit i kam shku ke stacionit trenit. E ke atë mandatin që ke shkuar ke zyra përmbarimit? Do ta kërkoj se e kam pas. Po kërkoje, se nuk mund të marrin dhe para kesh zyra përmbarimit, por zyra... Unë dhe shkën e ke përmarimi se kam emnin e marrë letrën, e marrë në këtu, në Tiranë. E kuptoj. Shkën, në mos i po ashat është se... E kuptoj. Bëjnë punë në vetë, unë 300 veç dhe të bohen, po... S'ka shumë bëku. Shisi qesh nën Liza, shi sa shumë të do. Sepse ajo i kupton çdo bisedë tonën. Shi sa shumë të do. Mirë. Ose do i në përdu Jo, dakor. Po vdesim për atë. Ne po të duam ne, thotë zonja Mira, jo më Liza. Liza që e ndjerë çdo çast dorën tënde. Njerëzisht,
Faleminderit. Gjen. Në fakt, është një situatë që vërtet zotëria e shprehu në mënyrë më të mirë dhe më pozitive, por me pamjet që ne kemi është një keqardhje shumë e madhe. Shumë. Në fakt, varfëria në Shqipëri është një problem shumë i madh, i cili krijon një hendek shumë të madh dhe midis shtresave. Dhe ka një impakt shumë të madh, sepse ne nuk kemi në të vërtet një shtres të mesme. Ne ose kemi një shtres të pasur, ose një shtres të varfër, dhe ky është rasti i zotrinve që na kanë ardhur sot në studio. Në fakt, pjesa më e madhe e problemeve të varfërisë është përqendruar në zonat rurale, aty ku është dhe aksesi më i pakët për sa i përket kujdesit shëndetësor, arsimit dhe mundësisë së punësimit. Por po e hasim dhe në zonat brenda, zonat banuara dhe në qytete tani më. Domethënë, nëse marrim statistikat e fundit, po rritet çdo vit edhe më shumë familje të cilët marrin ndihmë sociale. Pra, një ndihmë sociale e cila jepet, por është minimale, nuk shërben për të dhënë një jetesë dinjitoze personave të cilët e marrin. Pra, flasim për familjet në nevojë të cilat marrin një 30.000 lekë të vjetër nga qeverisja vendore dhe çfarë mund të mbulohet me këtë lloj pagese. Në fakt, në kuadrin legislativ ne kemi ligje shumë të mira, por problemi është këtë zbatueshmëria. Është ligji 57 i vitit 2019, i cili përcakton ndihmën ekonomike, personat të cilët e marrin këtë ndihmë ekonomike dhe ka një kategori personash e cila përfshihet në këtë ndihmë ekonomike, të cilët janë personat të cilët nuk kanë të ardhura ose kanë të ardhura minimale. Personat të cilët kanë familje në nevojë, por që kanë fëmijë binjak, trinjak, katërnjak. Jetimet të cilët nuk ndodhen në institucionet jetimore. Gjithashtu përfshihen viktimat e dhunës seksuale, trafikimit dhe viktimat e dhunës familjare, kur ato janë nën efektin e urdhrit të mbrojtjes. Dhe gjithashtu personat me aftësi të kufizuar. Përgjithsisht, pra, siç flasim, në kuadër ligjor është bërë strategjia kombëtare për ndihmën sociale. Janë gjithashtu dhe shumë mekanizma të cilat veprojnë. Jepen çdo vit nga fondi që ne kemi shtetëror për ndihmat sociale. Por problemi është se këto ndihma sociale, gjithë kjo strukturë nuk ka efekte në realitet. Pra, nuk arrin të shkojnë këto lekë, këto donacione ke personat të cilët vërtet ka nevojë. Pra, shpërndahen diku, domethënë, duhet të krijohet një mekanizëm i mirëfillt, i cili të ndjekë të gjithë këto hapa, që në momentin që bëhet politika e punësimit e ndihmës sociale, deri në moment që të shkojë tek personat të cilët janë evidentuar me anë të ndonjë liste. Pra, nuk bëhet kjo gjë. Këtu merren fonde, por nuk shkojnë aty ku kanë në vërtet nevojë njeriu. Në fakt, shteti shqiptar ka detyrim ligjor që në kushtetut që çdo shtet Europian e ka për detyrë që qytetarit të vetë, pavarësisht moshës, pavarësisht gjinisë, bindje politike, t'i japi të drejtën për të pasur minimumi, siç është një strehim, arsimim, kujdes shëndetësor dhe ndihmë në momentin që këta persona nuk do kenë mundësi që të punojnë. Siç është rasti i zotrinëve në fjalë, të cilët për shkak të tërmetit shtëpia nuk është më e banueshme dhe sot e kësaj dite nuk kanë përfituar një banesë të re ose t'i bëhet ristrukturimi i shtëpisë. Dhe e njëjta gjë vlen edhe për ndihmën sociale, të cilën zotrinët nuk e kanë marrë. Për sa i përket faktit që kanë problematika për sa i përket dhe Jemi tek problematika të kërkojnë ndje, sepse shikojnë në ullin qendror dhe jo më kohë dola këtu tek nëna pas kurrizit ku unë rri në qendër kur kam të ftuar në tryezën e tyre. Jemi lidhur me Agjencinë Investigative Stop Krimi me në krye zotin Fatmir Sena. Zoti Fatmir, të përshëndes nga studio emisionit Me Zemër të Hapur. Me këto dy të moshuar, me këto dy të moshuar, 85 dhe 81 vjeç nga Shullazi i Kurbinit, atëherë gjithsy e vesh tek ty Fatmir. Unë po jam ndjek live. Dhe Agjencia Investigative për Parandalimën e Krimit do marrë përsipër një vit ushtime të sigurojnë asaj familje.
Pra, një vit ushqime Fatmir shumë shpejt tek familja Lala në Shullas të Kurbinit do të shkoj pikërisht nga agjencia juaj. Mik i vyer i këtij emisioni. Faleminderit shumë. Nga ky moment ne do bëjmë një thirrje të gjithë anëtarëve të agjencisë, ku i kemi në të gjithë botën, dhe do të sigurojmë një vit ushqime brenda 5 ditësh. Brenda 5 ditësh. Fatmir, faleminderit edhe një herë, mik i vyer i këtij emisioni, gjithmonë në ndihmë të personave që kanë nevojë për ndihmën tuaj, por dhe gjithë shqiptarëve. Të përshëndes Fatmir Sena. Faleminderit. Të përshëndes edhe zoti Pashk Lala, vuri dorën në zemër. Gjithsesi ti do t'i shohësh këta dy të moshuar të mrekullueshëm nga të cilët duhet marrim shembull të gjithë. Këtë sigurt një vit ushqime dhe badenie, çfarë mund t'i ofrojmë do një gjë tjetër pra. Faleminderit shumë, Fatmir, të falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Kishim nevojë edhe për ndërhyrjen e zotit Fatmir Sena. Fakt, është një mik i vyer i emisionit Me Zemër të Hapur. Ai ndërhyn sa herë shikon që nga agjencia dhe selia e tij e kësaj agjencie shikon drejt për së drejti emisionin ton, ndërhyn për dhënë një vit ushqim falas për çdo familje në nevojë. Kështu që mu desh të shkëputesh po e të vija edhe tek nëna, sepse i kam premtuar një orë do rish, sepse ajo do shtëpinë e saj. Kjo për këtë më vjen keq. As garazhi nuk e do, as këtë skenë dhe këto drita dhe këtë shkëlqim, sepse ajo e di që ky shkëlqim nuk i përket asaj. Ajo do atë shtëpinë e saj. Aty duhet shkojmë neve tek shtëpia, çfarë duhet bëjmë tek ajo shtëpia xhen. S'është çështje ushqimesh më. Po, nuk është çështje ushqimesh, po ne do çojmë edhe gjëra të tjera. Në fakt, në kushtet që ne pam, ajo shtëpi duhet patjetër rindërtuar. Të rindërtuar dhe të krijohet minimumi i jetesës me akomodim dhe fakti që ushqimet për një vit i morën, kjo është një gjë shumë e mirë, po nuk është zgjidhje. Po, e di. Nuk është zgjidhje, strukturat sociale duhet patjetër të veprojnë për t'i dhënë më shumë mbështetje kësaj familje, këtyre dy zotërinjve fisnik që na kanë ardhur sot në studio, dhe është vetë qeveria e cila mund t'i akordoj këto fonde. Ne, sa do të flasim, sa do të kërkojmë, nuk arrim do t'i përmbushim nevojat jetike që ka kjo familje. Të ushqehet dhe të ketë një jetë dinjitoze. Në momentin që varfëria vjen, aty vjen bashkë me poshtrimin, sepse fëmijët, familjet të cilat janë të varfa shikohen dhe me një sy tjetër, dhe ne këtë e hasim kudo. Dhe është kjo varfëri që cilën ne duhet ta luftojmë dhe në këto vite që u ka ngelur, që t'jenë sa më të gjata, të kenë mundësi të bëjnë një jetë dinjitoze. Shiko, nëse ne folëm për varfëri sot, ditën e sotme nuk e kam përjetuar fare, përveç pamjeve që shikojmë varfërinë tek këta dy persona, sepse ato kanë një pasuri shpirtërore të jashtëzakonshme. Të jashtëzakonshme. Është modeli që ne më i mirë i mundshëm, po zonja Mira. Si mund të bëjmë një gjë, se ndërtimin mund mos e bëjmë nga fillimi në fund, dhe do kërkoj dhe kohë dhe këto janë të moshuar. Shiko, kanë kaluar 5 vite e pak muaj nga tërmeti 26 nëntorit. Një dhomë t'ju rregullohet sa për të fjetur si njerëzmi, pa aty është të merë, aty të ngrish nga edhe zonat ftohta. E vërtet, Unë sot që dola, që jam e shëndetshme, nuk marr asnjë medikament, dhe mora durezën, sepse e kuptova që s'mund ta përballoj. Jo, më t'jetosh në këto kushte. S'mund ta përballoj dot. Po ato, ç'a mund bëjmë një gjë të shpejtë, dhe nuk është puna këtu duhen ngritur gjithë strukturat. Siç e ka kjo punë, shërbimi sociale, bashkia atje, bashkia këtu, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, të gjitha duhen kapur. Nëse s'marrin. Mua më vjen keq se në këto pamje që ne shikojmë, edhe ato pak orendi që i ka pasur në shtëpinë e tyre përpara 2019-s, dhe të vendosura në këtë garazh, ato po humbasen dhe orendit. Aq është pasuria e njeriut. Ato që ne shikojmë aty, kjo është pasuria e tyre, po të paktën edhe pasuria që ata kanë të jetë. Dhe për atë bashki që jeton atje. Shiko si kanë përfunduar divanet. Është turp. Shiko si kanë përfunduar divanet dhoma gjumit. Po prandaj po them. Gjithsesi, unë do mundohem të marr zonjën Majlinda Cara në këto momente. Kush është Majlinda? Kryetaria e bashkisë, të shohim se si do të na përgjigjet. Sepse shpesher... Majlina mos rinë zyrë, Majlina të shohet dhe të tundi gjithë Shqipërinë dhe gjithë qeverinë të tundi. Se në qoftë se ajo ka një varfëri të ekstreme për një shembull, për një model shoqëror, është turp për atë. Alo, përshëndetje. Zonja Majlinda, jam e Visa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24. Po ju marr nga studio emisionit në fakt të kërkoj ndjesë për shqetësimin dhe kam në studio çiftin Pashk dhe Liza Lala. Janë nga Shullazi Kurbinit, besoj se
tërmeti 26 nëntorit ka prekur edhe shtëpinë e tyre, ata janë në garazh, janë 85 dhe 81 vjeç. Nuk e di sa e njini ju historinë e këtyre dy të moshuarve, të cilët kërkojnë ndihmën e emisionit Me Zemër të Hapur të televizionit ton, por edhe ndihmën tuaj, zonja Majlinda. Po patjetër, nëse janë në aplikuar të rindërtimit, ato e din shumë mirë se në çfarë lloj faze është procedura e tyre. Atëre, në çfarë lloj faze është procedura e tyre po? Sepse nuk jam në dhyrë të ta them direkt se në çfarë faze janë ata. Ju e dini që këta banojnë në garazh? Edhe pse janë 85 edhe 81 vjeç, jetojnë në garazh, zonja Majlinda. Nuk kanë moshë për të jetuar në garazh. Jo, e nderuar, nuk e di se jetojnë në garazh, ata janë komunikuar edhe nga unë edhe nga zyra e rindërtimit. Po? Trajtuar me bonus qiraje për shumë kohësh. Po? Tani në këtë moment duhet të konfirmoj në dosje se çfarë është, se nuk e kam dokumentesh me emër. Po? Të konfirmoj në dosje procedurën dhe mund të më merrni po prap pas pak minuta që t'ju konfirmoj në çfarë faze janë. Megjithatë, fazën dhe shkresën unë në fakt e kam këtu, kërkesën që ju ka bërë vetë zoti Pashk, drejtuar do me thënë Bashkisë Kurbinit. Megjithatë, flasim drejt për drejt, duke qenë se të përfitoj që të kam në këtë lidhje. Unë do vazhdoj bashkëpunimin me ju edhe pas mbarimit e misionit, se jam në minutat e fundit. Zoti Pashk, foli pak kryetares së Bashkisë. Po patjetër. Atëre, Shumë fare dhe vështirë procedura. Edhe thuj policave din sillen me qytetarët. Dhe me zhvillimin për të ardhur në ndihmë qytetarëve, po patjetër asnjë qytetar nuk do ndjehet vetëm në këtë pjesë, do t'i shkojnë deri në fund. Ja ta dëgjojmë edhe të moshuarin, po. Zonja kryetare ti ke drejt sepse ti nuk ke dal në terren me po shpyet. Tu ka ardhe edhe drejt edhe më fal. Jo mu. Nuk e di unë, po ato që kanë ardhur në terren, ato e kanë thënë fjalën e vet. Ka ardhur drejtori urbanistik më në fund për të 4 herë, se edhe ai ta shpjegoi më mirë. Se sa me fol kështu nare nërvesht, i thonë anasht, kallaj, po duhet me fakte. Faktin e ke drejtori urbanistik se ka ardhur për 4 herë, 3 herë kanë ardhur ato që nuk doshin me regjistru, të 4 herë ka verifikoj, bisedo me ata, si të thot ai që ashtu është. Se unë nuk kërkoj me për limosh, unë kërkoj mrena ligjit shqiptar, si ja ka ndërtu gjithë tjere. Ja, ta dëgjojmë dhe kryetaren, se besojmë mbas këtij emisioni do bëjmë diçka. Nuk kërkoj as falsas tezës, se na i njofim e në hallat e në tezë. Po, atëherë, zonja Majlinda të dëgjoj. Po, patjetër tjetër bindur jo vetëm zoti Pashk, por çdo qytetar i Kurbinit. Po? Që kryetaria e Bashkisë dhe stafi i saj janë dispozicion të kësaj procedure përveç edhe problemeve të tjera, por patjetër ky proces e ndëruar ka pasur rast pas rasti, për t'i parë, zotin Pashk tash më duhet të ta shikojnë në dokumentacion, sepse di si rast, po nuk e di. Ja, do ta them unë, familja Lala ka 3 vëllezër, njëri prej vëllezërve ka përfituar, 2 të tjerët jo. Po mua më shqetëson 85 vjeçari, zoti Pashk Lala që kam këtu, se ka dhe një grua të pamundur 81 vjeçe. Po nuk besoj se nuk është ajo që thot zoti Pashk Lala, sepse duhet parë. E shikojmë. Duhet kthyer përgjigje kompleta. Ai besoj ka pas një problem me pronën. Po? Edhe Mos u fut atje, se në ato janë rrugë tjetër prona, janë mashtrimet e tuja dhe grupit tanë. Mirë, megjithatë, zonja Majlinda, unë Kam për të ardhë herë tjetër ja, për këtë emision. një sekond, zonja Majlinda, në ndim, po? Zyra e rindërtimit e kanë të qartë, të gjithë pasqyrën për çdo pasqyrë. Që ka informu më regull. Bindur si zoti Pashk edhe çdo qytetar tjetër i Kurbinit, se ne jemi në ndihmë se çdo qytetari për ta mbyllur këtë proces. Por në qoftë në këtë proces ka ngërçe ligjore që nuk bëhen përfitues, edhe ne kemi pamundur që të bëjmë këtë gjë. Po edhe në qoftë se nuk janë përfitues, zonja Majlinda, të lutem, më dëgjoj pak, të paktën të mos i lëmë në garazh këta 2 të moshuar. Nuk besoj se është e vërtet që jeton në garazh, zoti Pashk. Po unë po sjell pamjet nga garazhi. I ke pamjet nga garazhi.
Gjithsesi, zonja Majlinda, jemi aleat në këtë çështje, më beso për këtë gjë. Jemi aleate. Unë si gazetare për të konstatuar, ju si kryetare i bashkisë për të implementuar brenda ligjit. Kështu që do jemi në... është detyra joni e për... Po, patjetër. Edhe media në që bëhet ndim, patjetër që... Jemi aleate, vetëm për këtë gjë të garantoj. Çdo qytetari ashtu siç e ka edhe kuadri ligjor për ndërtimin. Unë të falenderoj që u përgjigje telefonatës në radhë të parë, se kolegët tuaj nuk e bëjnë shpesh këtë gjë, që më sqarove ashtu siç duhet, dhe do jemi bashkë në kontakt. Sepse Majlinda është shumë e fat që ka njerëz të tillë në komunitetin e saj. Çdo qytetari apo televizioni, unë jam e gatshme të përgjigj. Qartë. Në fakt kam detyrën kryesore. Zonja Mira Pirdeni, aktiviste e moshimit, një zonjë e nderuar, thotë që duhet jemi gjithë krenar që kemi qytetar të tillë kaq pranë si zoti Pashke dhe zonja e tij. Unë të falenderoj. Faleminderit. Unë pas mbylljes tuaj ndoshta të komunikimit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Me gjithë edhe në mënyrë shkretore i shtyr përgjigje disa herë. Faleminderit shumë zonja Majlinda, ditë të mbarë do jemi në komunikim bashkë. Edhe unë ju përshëndes, ditë të mbarë. Nëna, ke qëndruar heroin, do ta mbyllim bashkë emisionin. 1 orë të thash dhe 1 orë do qëndrojmë. Po, edhe 2-3 fjalë. Po ja, ti qëndroj në afër pak. Ajde nëna këtu. Po. Ja. Më duhet ta mbyllë, ë? Unë kam i prokur për kushrit e mi si i ka përshkatu shteti shqiptar. Mirë. Një. Do ta shikojmë dhe atë. Nikol Ljoga, Preng Gjergj Ljoga, Zev Gjergj Ljoga. Kam shkuat që edhe më kanë thënë ke ai drejtori i famshëm, nuk ba prokur, më kanë shu prokur ato djemët dhe vëlleznit, më kanë shu prokur të Amerikës. Me po thonë, me firmos të sekretari Amerikan i shtetit. Si zakonisht, me nëzirë gjithmonë një pengesë si polisat e bashkisë. Sa fjallë që sharake. Shiko, aji e di që kanë tallur. Shiko sa fjallë që sharake Sa thot. fjallë që sharake, po dul me... Sekretarja Amerikane e shtetit duhet firmosi për personat të cilët kanë vuajtur dhe janë internuar para vite 90. Dhe aji e kupton. Shikonja prokurën e posaçme si kam të Amerikës, shefnja. E po është Amerika jo? Amerikës. E mbyllim? Atje, e mbyllim. Kurse paret i kërkoj drejtorisë, unë do të bëj i punë, o me më dhanë ata që më takon, ose për ndrysh nuk dihe se çfarë të bëj. Unë shpresoj që atë gjën mos ta bësh, çfarëdo që të kesh në mendje. Mirë zoti Pash, faleminderit. Nëna. Ju falenderoj si studio. Të dash fjalën që do rrim 1 orë bashkë, 1 orë kemi qëndruar, apo jo? Tani do ikësh ke shtëpia jote. Zoti Pash, falenderit që ishe me mua në studio. Falenderoj zonjën Mira, falenderoj Xhenin, një emision ndryshe Xhen, unë e di që ty të kam sa herë kemi ngjarje të aktualitetit, por shumë aktualitet është edhe kjo që trajtuam sot. Mirë? Miqtë e mi, ndahemi këtu për të ritakuar në ditët në vijim, mos harroni që të na kontaktoni, dini ju rrjetet sociale, por klikoni dhe tek YouTube-i i jon. Nuk do zjatem shumë se do qëndroj ditën e sot me këta 2 njerëz fisni. Bashkë takojmë në ditët në vijim, deri atëherë më takofshim. Ajo Majlinda do të falenderoj. Ajde.